rrethe shoqërore kulturologjike, siç u arritën pak të bësh në vitet 30. Por atëherë më shumë ishin, si të them, zona mbrojtje për shkak të kulturës nga vendet që ata vinin dhe përplaseshin me njëri tjetrin në sensin kulturologjik dhe mbronin kulturat nga vinin. Tek Berlini mblidheshin njerëzit e Deutsch kulturës, ke Venecia mblidheshin italofilët, tek Kursali mblidhesh elita e Tiranës, të pasurit e Tiranës, luaj edhe Bixhoz, bëshin dhe të gjitha bizneset. Dhe ishte edhe pjesa tjetër frankofone, diçka më sipër. Dhe në këtë hapësirë, për shembull, tek Kursali Nice printe Branko Merxhani. Ka qenë jashtëzakonisht i përkor, dhe aty përsjaste shikonte edhe pjesën sociale, e shikonte me zë se ai abstragonte, por nuk e njihte tamam kështu. Dhe vim në kohët tona, këta njerëz nuk e kanë mundësinë për të ngritur rrethe të tilla. Për shembull, besoj edhe juve ju vjen shqetësimi që si nuk kemi një organ kulturologjik filozofik, që kur të dilte për shembull një herë në 3 muaj ose në 5 muaj ose në 6 muaj, mezi ta prisnin për idetë që ishin në vendin tonë. Këta njerëz më shumë tashme janë në garë me pasurinë e tyre, tani janë në garë se si të përsosin ligjet dhe që i fusin parlament, dhe nga ana tjetër, se si të barazohen me të kamurit e tjerë në Ballkan, sepse po ta shikoni me kujdes, kanë frikë nga të kamurit në Europën perëndimore, sepse atje përballesh me ligjin. Jo që atje nuk thyet ligji, edhe atje thyet bajagi shumë. Por në Ballkan ke sens krahasimtar jashtëzakonisht madh.